3 shoqata janë bërë bashkë në Gostivar për të shënuar ditën ndërkombëtare të personave me nevoja ndryshe. Kështu thekson Ema Neshkovska nga shoqata qytetare Dr. Trajqe Neshkovski, e cila tha se aktiviteti që u dedikojnë sot nuk është vetëm zbavitje në një ditë të shënuar, por thirrje që këta persona të respektohen 365 ditë të vitit dhe jo vetëm në ditë të shënuara si kjo. Ajo theksoi se dallimet që kanë këta persona janë vlera të cilat shoqëria duhet t'i respektojë si të tilla, sepse vetëm në këtë formë të qenurit me nevoja të veçanta do të perceptohet si vlerë dhe jo si kufizim për të gjithë pjesëtarët e shoqërisë. 3 združenja, humanitarното združenje на граѓани Dr. Trajqe Neshkovski od Gostivar, združението Winning Trouble. Sot më 3 dhjetor, me rastin e ditës ndërkombëtare të personave me nevoja të veçanta, shoqata humanitare qytetare Dr. Trajqe Neshkovski, Winning Trouble dhe Qendra Resurse e prindërve të personave me nevoja ndryshe në Gostivar, kemi organizuar një aktivitet simbolik për të shënuar këtë ditë, por edhe të përcjellim porosin se personat me pengesa në zhvillim janë të rëndësishëm 365 ditë në vit dhe jo vetëm më 3 dhjetor. Në këtë ditë, në mënyrë simbolike, organizuam një lloj ahengu dedikuar atyre, duke dashur të përcjellim mesazhe solidariteti, bashkëjetese, respekti e duke ju treguar se sa shumë e rëndësishme është vetëdia qytetare, por edhe përgjegjësia e shoqërisë për të mundësuar një shoqëri të përbashkët inkluzive, e cila ofron mundësi dhe jo kufizime, dhe të dërgojmë porosin se pengesat nuk janë kufizime, ndërsa dallimet janë një lloj i veçantë i forcës, energjisë dhe i bukurisë së talenteve që këta persona i kanë, e që përditshmërisht na tregojnë se dallimet e veçoritë e tyre janë vërtet shumë të veçanta, tha Neshkovska. Në këtë aheng ushtrua një drek për personat me nevoja të veçanta, ndërsa u ndanë edhe dhurata të vogla simbolike që shprehin dashurinë e madhe për këta persona në një ditë të veçantë si kjo, por që vazhdon gjatë gjithë vitit.